Në samitin për Ballkanin Perëndimor është konstatuar mbështetje e fuqishme e BE-s për integrim të rajonit në familjen evropiane. Zgjerimi mbetet thelbësor për objektivat tona të përbashkëta, thot kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa në letrën e tij, duke nëmbruar arsyet kryesore. Sa i përket vendit ton, Costa përkujton autoritetet për obligimet që duhet të implementojnë. Së pari, nga një perspektivë gjeopolitike, një bashkim evropian i zgjeruar do të thot një Evropë më e sigurt, më e fortë dhe më paqësore. Së dyti, sepse zgjerimi forcon prosperitetin ton të përbashkët. Çdo zgjerim i mëparshëm e ka vërtetuar këtë. Dhe së treti, sepse bashkimi evropian mbetet një projekt tërheqës dhe i besueshëm. Lidhur me Maqedoninë e Veriut, ne i mirëpresim hapat për të rritur lidhshmërinë rajonale dhe shpresojmë për përparim të vërtet në vitin 2026. Autoritetet e dinë se çfarë duhet të bëjnë, thot Costa. Por kryeministri Mickoski insiston në konceptin se procesi eurointegrues i vendit është bilateralizuar, ndonse me reformat po ecet sipas planit, vlerëson ai. Ka numër të madh të problemeve dypalshe që paraqesin pengesë për vendet e Ballkanit Perëndimor për t'u bërë antare e BE-s. Maqedonia është shembull i këtyre pengesave. Bilateralizmi i procesit të negociatave ka lënë gjurmë të vazhdueshme. Ne punojmë në agjendën e reformave, ta mbarojmë punën tonë të shtëpisë, ta kompletojmë dosjen tonë dhe ta paraqesim këtu. Më pas u takon vendeve antare të BE-s nëse do të tolerojnë bilateralizmin, praktikisht rrezikim të kredibilitetit të procesit aderues ose t'i masim kandidatët sipas rezultateve, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Përkujtojmë se gjatë samitit kushtuar Ballkanit Perëndimor, kryeministri bullgar në dorëheqje, Zheljaskov, ripërsëriti qëndrimin permanent të Sofjës, se nuk është pengesë e RMV-s në procesin eurointegrues, por se kushtet dalin nga kompromisi i Korikut të vitit 2022, pas të cilave qëndrojnë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.